Thethi ndodhet në një prej luginave më të njohura të Alpeve shqiptare dhe është zhvilluar si një destinacion i rëndësishëm për turizmin malor, por pa e humbur plotësisht karakterin e bujtinave dhe shtëpisave tradicionale të zonës. Duke qenë se kishte ende një pjesë të mirë të ditës përpara, ndalesën e parë e bëm të vendin më simbolik i Thethit, kisha. Nëse keni parë Thethin në Instagram, me shumë mundësi e keni parë dhe këtë pamje. Një kishë e vogël prej guri, e rrethuar nga fusha e gjelbër dhe majet e maleve. Por, kur je këtu, kupton se ajo që e bën të veçantë nuk është vetë ndërtesa, është i gjithë peizazhi përreth. Kisha duket sikur është vendosur pikërisht në mes të luginës, me Alpet që kryejnë sfondin e saj natyral. Vetëm disa metra më tej gjendet lumi i Thethit. Ujë pasër, gurë të parë dhe malet përreth të japin atë ndjesinë se je shumë larg qytetërimit nga sa je në të vërtetë. Dhe pikërisht kjo më pëlqeu shumë te Thethi. Nuk është e nevojshme të jesh vazhdimisht duke kërkuar një atraksion. Ndonjëherë mjafton të ecësh përgjatë lumit, të ndalosh pranë tij dhe të shijosh natyrën. Pas kësaj ndalese ne shkuam drejtën e hotel. Lam gjërat, pushuam pak dhe u përgatitëm për aventurën e parë të ditës, syrin e kaltër të Thethit. Hoteli ishte i rrethuar plotësisht nga malet dhe kjo është ndoshta pjesa më e bukur e qëndrimit këtu. Por ne nuk kishim shumë kohë për të qëndruar, sepse na priste rruga drejt syrit të kaltër.